Në këtë tragjedi është gruaja e xhaxhait 31 vjeçares, e cila pasi ka dëgjuar të shtënat me armë zjarre, ka shkuar në drejtim të shtëpisë së 31 vjeçares për të parë situatën, gjendjen se si është, ndërkohë që në shtëpinë e gruas së xhaxhait ka qenë edhe reja me fëmijët e saj. E pasi që ka shku gruaja e xhaxhait tek shtëpia e 31 vjeçares, ajo e ka marrë peng gruan e xhaxhait dhe kanë shku tek shtëpia e xhaxhait, pra 31 vjeçares, dhe në prani të rejes, pra nusës dhe fëmijëve të vegjël, ajo ka privuar nga jeta. E më pas ajo është izoluar në dhomën e fëmijëve, ku ka dashur ta privojë edhe veten e saj nga jeta, por në atë moment ka mbërritur edhe vëllai 31 vjeçares për ta parandaluar atë, por ajo ja ka kthyer me fjalën që nëse provon të më ndalosh, do të vras edhe ty, dhe kështu ajo në atë moment ka qelluar veten me armë zjarri pikërisht në veshjen e majt, në afërsi të kokës, dhe kështu 73 vjeçaria dhe 31 vjeçaria kanë qenë në gjendje të rëndshëndetësore, dhe më pas vëllai 31 vjeçares ka raportuar organet e policisë, ku ka ardhur edhe autoambulanca. 73 vjeçaria dhe 31 vjeçaria janë dërguar menjëherë për trajtim mjekësor në qendrën klinikë universitare të Kosovës në emergjencë, ku janë marrë menjëherë në mjekim intensiv nga ekipe emergjente dhe kanë marrë trajtim mjekësor për më tutje. Ndërkohë që vlen të theksojmë se 73 vjeçaria ka qenë intubim